të zhdukurit dhe plaga jonë nuk është individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë. Është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe hera tjera, pa u zgjidh, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vijë në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Siç e dim tashmë dhe që po e potencojmë që disa herë, zhdukjet, vrasjet apo edhe dërgimi i trupave me frigorifer dhe pajisje ndryshme në përvarreza masive në Serbi nuk janë thjesht akte lufte. Ato janë krim kundër njerëzimit, ato janë gjenocid i pastër dhe ato janë një lloj krimi që në fakt bota e sotme nuk është që e sheh shumë, nuk është që e sheh shpesh herë. Prandaj ky krim duhet të ketë drejtësi dhe fatkeqësisht ne këtë drejtësi ende po vazhdojmë me kërku edhe te instanca ndërkombëtare dhe kudo që ne mundemi. Unë si kryesues i komisionit, po edhe si familjar i personit të zhdukur, mbetëm të them që ne, Kosova, edhe qytetarët e Kosovës, sepse në emër të tyre flas, sepse di që është dhimbje e gjithë tyre, nuk do të ndalen asnjëherë derisa edhe personi i fundit i zhdukur të dihet fati i tij.